Po tani prapë them, gjendje depresive, nëse flasim për aspektet diagnostike, ne po flasim me automatizëm për një lloj dëshpërimi dhe humbje vullnetit në farforme dhe personi nuk gjen motive në të shumtën e rasteve as me u përpjek me i ndihmu vetes së tij. Dhe nga njëra shef na vyn disa stimoj tjerë për rreth, realisht më na ngrit neve se me spontanitet më na i hap çat dritaren emocionale për me bën ne me kuptu diçka tjetër. Pra siç e thash edhe më herët, çdo aktivitet që neve dikur na ka bë me u ndi fuqishëm, me u ndi e egzaltuar, mu ndi meritor në farforme, kthimi në atë llojshmërie të funksionimit kish me qenë shumë e mirë për neve. Pra, nëse dikur e dim që aktiviteti jonë më i mirë e kreativ ka qenë me vizatu diçka, ose me lujt muzikë diçka, ose me shiqu një film, ose me lexu diçka, sepse thash, secili është individual në këtë çështje dhe secili ka disa resurse individuale. Prandaj ne do të kthehemi te resurset tona, me pa se çfarë ka qenë e bukur, çfarë ka qenë e rëndësishme, çfarë na ka bë me u ndi mirë. Shumë shpesh klientët kur vinë për zyret tona thonë, psikolog, a më kthyre që shumë kanë atër, e që shë kanë t'i që atër, okej. Po një më kanë që shumë kum dalë me shoqe, kum dalë me shok, kum vrapu, një më gjitë në bjeshk, okej, qa më nëshme po sot, me trupin tënë, me gjendjen tënë emocionale, për mi po, s'ka motiv, a më nëshme provu, pra. E shef, janë disa gjonana që i dim kujtesën tonë që kemi ba, disa gjonat dëvlefshme, edhe kur i diskutojna, nëse pytëm shumicën për klientët qysh po nishti, kur po tregon qysh e kanë ma përpara, shumë mirë po nina dhe qëtash, mirë hajde përsëritëm një farforme. Pra, e shef, ne du të kthejmi të ato aktivitetet, të ato resurse që dikur na kanë bë me uni mirë, edhe me tentu me gjetë zgjidhjen ose me gjetë realisht një mbështetje, qoftë edhe momentale, kalimtare, derisa të marrim një adresë ose një trajtim tjetër më specifik për ta ndihmuar veten tonë.